I pyetur nga Shkodra sa ka një lider shqiptar gjithëpërfshirës, shkrimtari i njohur Kim Mehmeti tha se nuk ka sepse çdo njeri kërkon të jetë babai i popullit të vet dhe nuk tregojnë kujdesin e njëjtë. Mehmeti kërkoi të veprojmë dhe të mendojmë shqip, kur nuk janë mirë shqiptarët e Luginës e Preshevës, nuk është mirë gjithë shqiptaria, shtoi Mehmeti, ndërsa për shqiptarët e Maqedonisë tha se konsiderohen ndonjëherë si pengje. Nuk ka, sepse çdo njeri do të jetë babai i popullit, dhe atë do të arrin në mënyrë më të çuditshme ndonjëherë, me atë që nuk tregojnë kujdesin e njëjtë për popullin e vetë dhe as dashurinë e njëjtë. Ju nëse vëreni për shembull këtu piktorin, ai me shumë sjellje të vetë është më i dëmshëm për shqiptarinë se sa më i dobishëm. Ju nëse shikoni më nga ana tjetër, edhe ajo që ndodh në Kosovë, ndonjëherë ju duket se mendjemasia aty në shkon deri aty sa që flas për politikanët. Politikanët kosovarë mendojnë shpeshherë janë aq mendjemëdhenj sa që mendojnë se janë të vetëmjaftueshëm, që nuk u duhet as Shqipëria, as kurse, ata munden, ata janë strategët botror. Tirana të njëjtën, e kështu që kjo është ajo që unë e quaj që duhet të veprojmë shqip e duhet të mendojmë shqip. Mbar shqiptar që të veproj shqip, ta mbaroj. Të veprosh shqip do thotë kjo, ta di që kur nuk janë mirë shqiptarët e Luginës së Preshevës, nuk është mirë e tërë shqiptaria, që kur ka diçka të mirë në Durrës, kur përfiton e gjithë shqiptaria, kur nuk shkon diçka në Shkup, duhet ta di që humb gjithë shqiptaria. Këtë nuk e ke as të politikanët e Kosovës, as të Shqipërisë. Për shembull, ata neve shqiptarëve të Maqedonisë na trajtojnë ndonjëherë si pengje, që duhet t'i përdorësh. I pyetur për rrezikun e luftës në Ballkan, Mehmeti tha se sot shtetet ndërtojnë paqe, duke u bërë gati për luftë. Sot të gjithë shtetet ndërtojnë paqe duke u bërë gati për luftë. Këtë kush nuk e ka kuptuar, nuk ka kuptuar asgjë. Të gjithë në botë, domethënë ndërtojnë paqe duke u armatosur, duke u bërë gati për luftë. Ne s'duhet të sillemi ndryshe, s'duhet këtë ta fshehim. Tjetër janë mundësitë tona, po ne duhet sillemi ashtu si gjithë të mençurit e kësaj bote. Armatosu dhe angazhohu për paqe. Rrezikon në Ballkani? Nëse thuhet se rrezikon bota, atëherë Ballkani është më i rrezikuar në atë luftë. Deklaratë shkrimtari i njohur nga Maqedonia i bërë gjatë një akti kulturor të zhvilluar në bibliotekën Marin Barleti në Shkodër.